Allah, shimëndja ime, Allah, është vetëm kënaqësi, Allah. Fëmijët e tu vetëm vrasin alketën natën, Allah. Kanë fuqi, dur jap Leleta, Jërgeni, Druvari, gjithë femrat e tyre, Alketa Visiu, Neslihan, Josefina, Alkida. Mira. Shi, Allah, që më bërëm prap në autobus. Shi, Allah, është e freskët. Shi, Allah, që bërëm në autobus. është e freskët, Allah. Si, Allah, më dekin koskën. Si, i bënduri me ata. Si, Allah. Me zi ka mezur, Allah. Koska ime shpirti. Organet e meja, zora ime, midra ime, Allah. Pse ke krijuar ato fuqit, monster? Allah, pse po më shqyen, jam 48 vjeçe, po vazhdon ende paret i kanë harxuar. Pse po më shqyen me ta, Zoti? Pse Allahu i dhën durit fuqi për të shqyer Alketën? Po më shqyen shpirtin. Po më shqyen shpirtin, Allahu. Më sill Banin që të më çoj? Pse ma sill Allah Albanin? Unë nuk e kam burr. E ka Leta. Pse Allahu po bën kaq i keq me mua? Ai vjen të soptoj Alketën. Dhe fëmijët. Pse Allahu edhe këtë shtëpi të më marrësh? Me fëmijët e tu? Me Jezu Alban Volotin? Që është hajduti? Ka marrë fund, Allah, me fëmijët e tu, unë s'kam fuqi. Fuqi kanë fëmijët e tu. Dur jap Leleta kanë fuqi, unë nuk kam. Unë nuk mund t'i luftoj se s'kam. Më merren, më marrin në gjumë. Më përvolojnë trup e shpirt, kanë qarë dhe buzën e fëmis. Kush jemi, Allah? Na keni marrë lekët edhe po na shqyeni? Allah, fëmijët e tu po më kanë marrë gjithçka dhe duan më marrin shpirtin çdo natë. Ku ke arritur, Allah?